Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, sonte pranë jush do të vi me dy historitë e radhës. Dy histori që të ngjajshme të tyre ne kanë në dhimbjen, e kanë tmerrin dhe e kanë atë më të keqen. Thyerjen shpirtërore, thyerjen e zemrës. Ndonjëherë ne bëjmë shumë për njerëzit që i kemi në krah, por ato njerëz na lëndojnë më së shumti. Historia e parë është rrëfimi një djalë që dëshiron të rrëfen sakrificën për një dashuri që kjo dashuria i ka shkaktuar shumë lëndime. Kam qenë gjithmonë një njeri i qetë, me zemër të pastër dhe me besim të thellë në Zot. Dashurinë nuk e kam kërkuar me ngut, sepse kam besuar se ajo do të vijë në kohën e duhur, me njeriu e duhur. Dhe ajo erdhi, apo kështu besova unë atëherë. E njoha në një mënyrë të thjeshtë, pa shumë bujë, por me ndjenja të sinqerta. S'kishim pasuri, s'kishim luks, por kishim atë, njëri tjetrin. Dhe në këtë botë, kur zemra lidh zemrën, asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Vendosëm të fejohemi, me dëshirë, me dashuri të dy anshme. E ndjeva sikur më kishte ndriçuar krejtësisht jeta. Por jeta nuk është gjithmonë rrugë me lule. Pak para se të martoheshim, ndjeva një ndryshim të thellë në vetvete. Fillova të humbas veten. Ishte sikur brenda trupit tim po jetonte dikush tjetër. Më pushtuan errësira mendore, lëvizjet pa kontrolluara, frikë të pashpjegueshme, dhimbje shpirti që si përshkruan dot me asnjë fjalë. Ishte një luftë e padukshme. Mjekët nuk e gjenin shkakun. Atëherë fillova të kërkoj ndihmën në rrugën shpirtërore. Teolog, hoxhallar, njerëz me dije fetare, erdhën me dëshmitar e pan gjendjen time, më premtuan ndihmën. Ishte një djalë i mirë, ai që e desha edhe që më deshi. Më premtoi se do të qëndronte pranë meje, por mirë dhe keq deri në shërim. E martesa jon ndodhi pikërisht në atë gjendje. Unë nuk isha mirë, isha i dobët mezi qëndroja në këmbë, por mendova me shpirt e jo me trup. Dhash gjithçka që kisha për ta bërë të lumtur të dashurën time atë ditë. Kur vesha kostumin e dasmës, një moment që për çdo njeri duhet të jetë gëzim, ndodhi diçka e frikshme. Veshja u njollos me gjak, dhe më pas më thanë se kishte aromë dhe shenjë si ujë xhenazesh. Një shenjë që për shumë njerëz ka domethënie të thellë. Ishte sikur ajo ditë martese u kthye në fillimin e një morti të gjallë për mua, që nga ai moment shëndeti im ra akoma e më keq. Nuk pushova, ju luta Zotit, kërkova shërim përmes rrugjes. Mua më interesonte të shërohesha, të bëhesha njeriu që e meritonte dashurinë dhe jetën që po ndërtonim unë edhe ajo. Shkova me muaj të hoxhallar, u përmisova. Sisha maj njeriu që kishte humbur vetveten. Fillova të marr veten ngadalë, po bëhesha njeriu që dikur isha, me më shumë besim e me më shumë durim. Por ndërkohë, në heshtje, dikush tjetër po punonte kundër meje. Nëna e saj. Ajo nuk donte që ajo të rinte pranë meje në atë gjendje. E bindi që të mos më qëndronte pranë deri në përfundim të shërimit, më thënë ka fjalën për të dashurën. E kur më në fund ndjeva se po bëhe më mirë, më erdhi lam të mira. Pa një fjalë të fundit, pa një përqafim, pa një shpjegim. Asnjëherë nuk më tha se po më linte. Thjesht iku. U largua kur më shumë kisha nevojë për të. Familja e saj më tha troç, gjej derman për vete, me ne nuk ke punë më. Ose na trego që je i smur duke bërë vetvrasje, që të bindemi se nuk je mirë.
Ajo fjali më vrau më shumë se çdo dhimbje tjetër. Si mund t'i thuash dikujt që po lufton për të jetuar, që po përpiqet të shpëtoj shpirtin e vet, të bëjë një akt të tillë? E unë zgjodha jetën. Zgjodha të luftoj. Zgjodha familjen time që më qëndroi pranë dhe nuk më la kur vetëm. Dashurinë nuk e gjeta më. Ajo që mendova se ishte dashuri, u zhduk në erën e parë të furtunës. Nuk kishte themele të forta, nuk pati durim. Dashuria e vërtet nuk të braktis kur je në errësirë, nuk të lë kur zemra jote është plak. Dashuria e vërtet nuk e dëgjon zërin e nënës, të shoqërisë, të njerëzve që s'din asgjë për dhimbjen tënde. Dashuria e vërtet do përtej asaj që duket. Sot jetoj i qetë me vetveten edhe me Zotin. Ende kam plagë, por i mbuloj me falje. Ende mbaj mend ditën e dasmës, por jo me urrëtie. Po u ndodha në një stuhi që askush nuk e kuptoi, por unë dola i fortë edhe gjallë. E për të gjitha ata që mendojnë se dashuria është vetëm në ditë të bardha, kam një mesazh. Kur të doni një njeri, duajeni edhe në sprova, edhe në mirësi. I shëndoshi nuk e kupton kur të sëmurin, as i ngopurit të uriturin. Mos e braktisni atë që ju do kur më së shumti ka nevojë për ju, sepse kur largohet nuk kthehet më, dhe ju mbeteni me peshën e një premtimi të thyer, të një dashurie që nuk ishte asnjëherë e vërtet. Ky është rrëfimi im i një buri që deshi u përpoq edhe u harua. Në fakt kjo është më e dhimbshmja, po të ulesh të mendosh, të luftosh me veten, të luftosh me jetën dhe më në fund të bësh gjithçka që ti të shërosh veten, që ti jesh pranë asaj goce që do, dhe ajo të lërë në rrugë. Kjo është më e dhimbshmja që mund ta përjetosh. Nga kjo histori do kalojmë tek historia tjetër, në fakt do kalojmë tek historia e dytë. Do rrëfejmë rrëfimin e dytë. Unë jam një grua 36 vjeçare, një nën, një zemër që re vetëm për vajzat e mia. Jam një histori që nuk është shkruar në libra, por që mund të lexohet në sytë e mi. Në rrudhat e dhimbjes që jeta mi ka skalitur pa më pyetur. Nuk kam bërë kur keq askujt, por si shpërblim kam marrë vetëm heshtje, përbuzje dhe shpërfillje. Jam rritur me frymën e nderit edhe të turpit, pa arsim, pa dalje. Familja ime më fejoi me një burr që e njihja vetëm nga emri. Ishte martesë e rregulluar, siç i thon. Nuk e pyeta zemrën time sepse në fshatin tim zëri i zemrës ishte gjithmonë më i vogël se ai i babait. U martuam dhe më njëherë mora rrugën e gurbetit me të. Në fillim, gjithçka dukej mirë. Ai ishte i kujdesshëm, shtëpia jon ishte modeste, por tepër e ngrohtë. Pas 2-3 vitesh martesë, filluam të mendojmë për fëmijët. Prita çdo muaj me shpresë, çdo muaj me zhgënjim, filluan vizitat, mjekimet, ilaçet, lotët. Isha unë që shkoja gjithmonë te mjeku, isha unë që merrja çdo bar që më rekomandonin. Ai kur nuk më pranoi të bënte një kontroll, derisa një ditë pas insistimeve pranoi, dhe atë ditë bota ime u rrëzua. Doktori më pa në sy dhe më tha: "Buri yt nuk mund të bëj fëmijë." Mu erën syt. Ngriva, zëri më ngulfat në fyt. Në kokë mu kthyen mijëra mendime. A ishte kjo arsyeja pse nuk po bëheshi me fëmijë? A ishte ky njeriu që më shikonte çdo ditë në sy dhe më fajsonte mua për mungesën e fëmijëve? Se thash kur asgjë askujt. As prindërve, as motrave, ishte një bar që vetëm unë e mbaja, sepse ai nuk donte që ta pranonte. As ta përsëriste analizën, as nuk më mbështeti më kur emocionalisht.
Filloi që të largohej. Më linte të vetmuar në dhomën tonë të heshtjes. Kaluan vite, plot 7 vite. 7 vite të një martese ku vetëm unë luftova. U përpoqja të isha një grua, një shoqe, një mike, nën pa qenë nën. Derisa një ditë vendosa që të bëhem nën. Shkenca kishte avancuar dhe në heshtje, mes lotëve dhe lutjeve bëra gjithçka që ishte e mundur. Me ndihmën e mjekëve dhe me mëshirën e Zotit, solla në jetë 2 vajza, dritat e syve të mi. I falenderoj Zotit çdo ditë që më dha këtë bekim. Por as kjo nuk mjaftoi që të më vlerësonin. As ai, as familja e tij nuk e pan sakrificën time. Kur mësuan të vërtetën se vajzat nuk ishin biologjikisht të tij, më kthyen shpinën. Më folën me ftohtësi si kur të isha armike. Vjera, kunata, buri, të gjithë më panë si një mashtruese. Por a nuk ishte mashtrim që për vite më bënte të besoja se unë isha shkaktarja për mungesën e fëmijëve? Sot jam në një martesë pa shpirt. Jetoj në një shtëpi ku fjala e burrit është e dirigjuar nga familja e tij. Ai nuk më mbron, nuk më respekton, çdo vendim i jetës sime varet nga çfarë thot nëna e tij, motra e tij, babai i tij. Pyerjet janë të përditshme. Më thon Renace, e përdal, nuk je as grua e as nën. Por unë jam nën. E 2 vajzave që rriten me dashuri, me edukat e me moral. Jam grua që ka sakrifikuar trupin, shpirtin, dinjitetin për një dashuri që s'më është kthyer kur mbrapsht. Dhe po, kam menduar të ikim, të largohem, të divorcohem, por s'kam as kënd që të më mbështes. S'kam as ku të shkoj, as si të mbaj vajzat e mia dhe atëherë zgjedh të qëndroj për to. Shumë neti kam kaluar duke qarë në heshtje. Kam shkruar letra lamtumire që si ja kam dorëzuar kur. Kam menduar të iki përfundimisht nga kjo botë, por pastaj kujtoj 2 sy që më shikojnë me shumë dashuri. 2 buzë që më thrasin mami dhe zgjedh të jetoj, edhe pse brenda meje jam i shkatruar. Unë jam e lodhur, e thyer, por çdo mëngjes ngrihem edhe luftoj sepse e di që askush s'do ta bëj këtë për vajzat e mia. Ato janë forca ime. Zoti e di, ndonjë ditë do të dal nga kjo errësirë, do frymoj si çdo njeri, do qesh pa frikë dhe do i tregoj botës se asnjë grua nuk duhet të sakrifikojë jetën e saj për dikë që nuk e meriton. Të gjithë ju gra që më dëgjoni, mos bëni gabimin tim. Mos bëni sakrifica për njerëz që nuk ju çmojnë. Njiheni mirë njeriun para se t'ja jepni zemrën, sepse dhimbja që vjen më vonë nuk ka ilaç. Unë jam një grua që dash gjithçka dhe mbeta pasgjë përveç vajzave të mia, dhe për to do t'jem gjithmonë një grua e fortë. Në fakt kjo është historia e një nënës shqiptare e cila ka sakrifikuar gjithçka që të ndërtojë një familje, por burri nuk ja di. Por në fund të ditës nuk ka rëndësi ta di burri, rëndësi ka që ta di Zoti, sepse ne besojmë në karma dhe fëmijët me patjetër që ta kthejnë këtë mirësi.